A mendon që ndikon edhe fakti që të rinjt po largohen nga Shqipëria? Kemi një hemorragji të ikjes të rinjve shqiptar. Është edhe kjo që janë larguar mjaft, fatkeqësisht. Është edhe kjo që janë larguar mjaft të rinj edhe. Cila është këshilla që jepni më shpesh studentëve tuaj? Nga ana njerëzore, ose kur i shihni ashtu të ri? Së pari, ata t'jenë të denjë për familje dhe shoqërinë, që është gjë e madhe, të kenë dashuri dhe një respekt atje në të gjitha ambientet shoqërore ku ne punojmë apo jetojmë, sepse ajo është e para, që ti nëse je i denjë për shoqërinë, i dhe për punën, dhe të duan atë që çka do duan në jetë, ta bëjnë dhe ta studiojnë. Ata duan sportin dhe kanë zgjedhur sportin. Sportin është vetëm fjala sport, por dhe e shikojnë sikur është studimi më i lehtë. Unë, për mendimin tim si Pavlina, është nga shkollat më të vështira, sepse ka lëndë mjekësore që i ke të gjitha, ke lëndë filologjike që ke shumë, po, ke lëndë specialitetet e llojeve të sportit, që s'janë pak, i ke të gjitha. Nuk i kanë të gjitha këto shkolla. Po, s'kemi matematikë, po kemi shumë gjëra të tjera. Ne priremi që degët e të tjerëve t'i shohim me një mendje lehtësi, po theme. Jo, unë për mendimin tim them është shkolla më e vështirë. Se ti anatominë e bën sikur e bën shkolla mjekësore. Duhet ta bësh. Duhet ta bësh, patjetër duhet ta bësh. Psikologji, biokimik, filologji, sociologji, edhe shumë lëndë të tjera, që janë po të vështira për studentët e sotëm. Se jo të gjithë i duan këto lëndë. Edhe prandaj e thash që ata e mendojnë se e më pos departamenti sportit, e më po universitet për sportet. Po, merret me mendje lehtësi të është më e vështira. Edhe aq më keq, atë që marrin më të lehtë, kur bëjnë praktikat e llojeve të sportit, atje e shikojnë që është aq shumë e vështirë. Ka një risi. Se ti s'mund t'i ka përzesh pengesat, që unë do t'i jap mësim. Absolutisht. Ka një risi. Personalisht, nëse më thoni personalisht, se jo. do të gjylen atje ku duhet ta edhësh që të kapësh atë normën, që unë të vë notën ty. Ti nuk e bën dot 800 në atë normë që unë të t'jap notën. Ose ti nuk e bën dot 1500 metershin te Pavlina Evros për të thyer rekordin. Ne kupton, janë shumë gjëra që merren lehtë nga jashtë, por kur hyn atje shikojnë që vërtet është shumë e vështirë si për mendimin tim kjo. Ka një përpjekje disa vjeçar, Komiteti Olimpik, ku Pavlina është antare kryesisë Komitetit Olimpik, është dhe presidente e Komitetit Olimpik Rajonal, edhe është krye koordinatore e projektit Sporti në shkollë. Në qarkun e Korçës. Ndoshta kjo që tha Pavlina ka një përpjekje nga ana e Komitetit Olimpik. Po, shumë. Shumë sepse po, është një suportim ky nga qeveria shqiptare që si sport kemi futur fillim voleybollin dhe basketbollin, ku janë të gjitha shkollat nga klasa e 5 deri në vitin e fundit të gjimnazit. Edhe kemi nxjerrë goxha talente në fakt për voleyboll, dhe që e duan ta bëjnë atë sport, voleyboll dhe basketboll. Këtë vit fillovi edhe shau, që përsëri është një sport që Filloi atletika? Jo, atletika s'ka filluar akoma, jo. Janë në projekt, do më thëmë, për të filluar dhe disa sportet të tjera, që për mendimin tim do të ndihmojnë shumë fushën e sportit, që ne të kemi një të ardhme të bukur për vazhdimin e sportit shqiptar, në të gjitha disiplinat. Kur ktheheni në stadium, cilat janë emocionet që përjetonit? Çfarë ju bën të ndjeni? Ishte e bukur, shkuam këtu në Amerikë, ku luhet futbolli amerikan në një stadium në një qytet. Ku lozin Janë të sakt? Packers. Vazhdoj të jem shqiptare në futboll. Po, edhe kur dalim, po, është i njëjtë, po, thelbi. Edhe kur dalim nga stadiumi dhe sa dushi që më thot,
sa jam kënaqur që unë ty të pash që ti u rinove kur hyre në atë stadium. Mu duke si kur do filloje të vrapoje përsëri. Sikur ishe 20 vjeç Pavlina, thot, kur dolim nga stadiumi. Dhe vërtet u entuziazmova aq shumë jam kënaqur, sa s'desha të shikoj asgjë tjetër. Bukuritë e Amerikës. Është herë e parë që unë shkel në Amerikë në fakt. Edhe atje kam mbetur në atë stadium gjigant ku ka ndalë dhe ky ekip ka fituar 13 kupa të Amerikës në futbollin amerikan, po edhe vërtet unë ndjeva aq shumë bukur, aq shumë e re, aq shumë energjike që vërtet filloja të vrapoj. Sa interesante është ajo kujtesa emocionale që të rikthen ato vite. Rikthehem po atë që thatë në stadium, rikthehem në moshën që unë se desha, thanë sa gabim ka bërë. Unë vërtet u lodha shumë, e lash rinin, por ma bët dhe pyetje, do të bëja përsëri të njëjtën gjë, do ta desha kaq shumë sportin sepse dua Shqipërinë. Edhe do bëja të pamundrin që flamurin të valvitej diku në një stadium europian. Është e vërtet kjo. Edhe aq më shumë, jam e fat që në jetën time erdhi Sadushi dhe nuk më ndalovi që unë të as familja e Sadushit, prindrit e Sadushit më ndiqnin në çdo stadium të Shqipërisë, dhe mamaja dhe babai, po e ndiqnin nusën e djalit të tyre. Sadushi është djali vetëm në 3 motra, që kjo është gjë e madhe për kohën kur ne kemi vrapruar para 90-s. Unë i kisha kudo në stadium, sa dhe shokët dhe shoqet e mia dhe sot e kësaj dite, ata i kujtojnë me nostalgji dy prindrit e Sadushit. Vërtet dy prindër të dashur që unë jam vajza e tyre, babai nuk jeton më fatkeqësisht, mamin e kemi akoma dhe një mama shëmbëllore, do me thënë edhe një vjerë për mua, që unë e shikoj si mamin time, pa dyshim, një vjerë e përkryer. Që të ndjek vjera, që ti të dalësh, se me mbathje janë ato kilotat, në të gjithë rrugët e Shqipërisë apo në stadiumet e botës, nuk është. Pak e kishin atë mentalitetin të zhvilluar që ta pranonin, ata e kishin të pranuar dhe vinin thërisnin në stadium. Thërisnin në stadium dhe më mbështetnin ku unë vrapoja. Në Elbasan unë, në Elbasan ata të dy. Në Shkodër unë, në Shkodër ata të dy. Në Vlorë unë, në Vlorë ata të dy. Sadushi zvinte se kishte punë, mamaj dhe babaj do t'i linin gjërat dhe ata do t'ishin pranë meje në stadium. Kjo është gjë e rallë, është vërtet e rallë dhe inshallah ta ke ndjerë dhe gratë të tjera me vjerën dhe me vjerin këtë që kam ndjerë unë. Prandaj them kam qenë me fat që Sadushi ishte në jetën time. Realizimi i një burri në ditët e sotme është krenaria kur gruaja vetë thot unë i dua prindrit e tij. Patjetër. Shumë emocion i veçantë dhe nuk do të shpesh. Vazhdimisht edhe sot unë është mamaja ime dhe diskutohet. E tha të gjitha, është mamaja ime. Është po. Diçka më bëri përshtypje në Amerikë. Kisha lexuar, jemi sinqer, për muzeun që kanë krijuar me ato skulpturat e dyllit, po theme. Dhe kur vajtam atje dhe në disa vende të tjera, qoftë këtu në Çitan, shikojmë që këta din dhe nuk është një mençuri të kopjosh ose të mësosh, bëj të paktën këtë që bëjnë këta. Ne të dy përmendëm të shenjë një autobus me njerëz të mëdhenj të ardhur Korçak. Viktor Gjika, Ilia Tërpinje, pa fund. Vangjush Furgjilla, Zitherbo, Savri Shkurti, Pandaj Eraidi. Janë të gjithë nga Korça, janë të gjithë. Po thuaj se. Dhe ti, minimumi, them për art. Minimumi. Vllezri Triza. Se do t'i bëte teatri, po që se. Nuk përmendim se janë shumë. Po pra, vllezri Triza, janë shumë. Po themi hajde, se jemi shumë të dy. Korçak, pa fund. Donald Suçu, kapiteni i ekipit olimpik amerikan. Po. Edhe trajneri i ekipit kombëtar. Ka luajtur këtu NBA. Edhe trajneri i ekipit kombëtar Donaldi. Kampion bote, Rafael Disnica, Pavlina Evro, Jani Kaçi, Koço Dinella. Pa fund. Dhe kur vjen ti në një qytet, siç janë këtu, ti shikon histori. Korça duhet ta bëj këtë, me domosdoshmëri. Ma gjithë ekipi i atletikës të femrave, gjithë ekipi i atletikës të femrave të qytetit tonë të Korçës ishin ekipin kombëtar. Ishin gjitha rekordmene. Të gjitha, këtë zë tash. Të zë po e zë nga Alma Thano, Alma Qeramixhi, Valbona Sina,
Anila Mekshi, Donika Anxhara, Jorgjeta Napoloni, Eva Liçolli, Loreta Resuli, Zhulieta Liço, Zhulieta Kotori, janë pa fund të ekipit kombëtar. Edhe të gjithë në ekipin kombëtar. Edhe të gjitha këto që përmenda, rekordmene të vendit tonë. Rekordmene, me rekorde. Është për të ardhur keq faktikisht, sepse nëse ne i lem në hije, do vi një ditë që nuk do Edhe sot ku janë këto emra që unë i përmenda në qytetin tim të dashur, që të thyen këto rekorde. Si frymëzohesh, a e the që në fillim të emisionit, si na frymëzon ne figura Pavlina Evrës? Figura Pavlina Evrës të frymëzon, ose ku di unë e Sturgjit, të frymëzon kur ti ja thua për ditë fëmijëve, me çdo lloj forme. Po kur ti Si e punë, piromanin, si e punë. ti do përvëndosh që regjizor sa dush. Jo, si e punë të punoj që të jetoj dhe t'jap shembullin në të qytet. Ti të largon me zorë. E drejt. Në fakt, jo më larg se më herët, zonja Evro mori edhe çmimin Thank You, një çmim që është enkas nga televizioni shqiptarëve të Amerikës, çmimi më i lartë që ne kemi, që japim për njerëzit që kanë kontribuar dhe kanë lartësuar emrin e Shqipërisë. Sot ju dha ju ky çmim nga drejtori i televizionit shqiptarëve të Amerikës, zoti Gani Bila. Unë u mallëngjeva dhe përsëri juve flisni dhe më mallëngjen kjo, më përlotën, se vërtet ndjehem e vlerësuar nga televizioni juaj, nga televizioni zotit Vila, që të marrësh Televizioni Vilës. Është televizioni gjithë shqiptarëve. Diasporës, nismëtari mund të them, atëre drejtori dhe drejtuesi i këtij televizioni, keni të drejtë për vërejtjen. Falenderoj vërtet, faleminderit është ajo që mora sot ai trofe. Unë falenderoj të gjithë shqiptarët që ndodhen në Amerikë, që e mbajnë gjallë këtë televizion dhe në qoftë se do të më dëgjonin, mendimi im është sa më afër televizionit që ta mbajnë frymën e shqiptarizmit në këtë kanal që ju keni. Dhe kjo është faleminderit për të gjithë ne shqiptarët, kudo që ndodhemi në përbot. Edhe aq më shumë për shqiptarët e Amerikës që të kenë një studio të tillë ku ata të vinë dhe të thonë të gjitha këto që dhe ne shprehem, se çdo shqiptar ka jetën e tij. Jo më larg se data 1 nëntor ne festuam 25 vjetorin e televizionit dhe jemi një komunitet vërtet shumë i madh. Shumë i madh, po. Edhe kjo është vërtet një falënderim i madh për ju dhe për të gjithë shqiptarët e Amerikës.